produkte që janë KCK. Po jo, se ne kemi pas edhe raste të produkteve që kanë qenë të regjistruar dhe kanë dalë skandale pastaj. Do të thënë që janë nga influencerat janë reklamuar fuqishëm, kështu që ka pas edhe të tilla raste. A justifikojnë parat ndoshta një influencer për reklamën që bën? Varet nga tipologjia e biznesit, po patjetër që po, përderisa kemi këtë feedback që influencerat po paguhen, bipaguhen, patjetër që kanë edhe atë feedbackun e tyre, nuk është normale. Por unë dua ta kap se kemi qenë edhe më përpara te kjo studio kur kemi folur për taksat që duhet paguani. Deklarimi dhe rregullimi ligjor për influencerët. Ndërkohë që edhe nëse tek ne do bëhesh te kjo gjë, unë mendoj që ne prap do dështonim. Pra të implementoj ligji Ikinas, po. Sërish do dështonim, do vinim këtu, do flisnim prap për një periudhë kohore 1 muaj, 2 muaj dhe pastaj asnjë institucion nuk do bënte më asgjë. Siç besoj, po ta vini re të gjithë, po jemi në të njëjtën situatë që kemi qenë kur kemi folur në këtë studio për atë gjë. Ndoshta Shqipëria ka. Unë shikoj që gjithmonë më shumë influencer kanë hap nipte dhe nëse shteti vëgjoba njësoj që zvuri për duhanin brenda, njerëzit do përshtaten. Por mos harro që nuk e kanë ndjekur më. Ka ngelur akoma në atë periudhën kur kemi diskutuar në fillim. Dhe buxhetet për influencerat, po dhe për gjithë marketingun online, po themi për Facebookun dhe Instagramin, në vitin 2025 dhe në 2024 kanë qenë shumë më i rritur krahasimisht me televizionet. Pra nëse kompanitë më përpara, po themi, investonin 90% buxhetet tyre, investonin vetëm në televizione. Vitet e fundit shohim një trend që e kanë kaluar te influencerat një pjesë, e kanë kaluar te Facebooku, te Instagrami, pra tek Meta, dhe shohim një lloj feedbacku pozitiv te kjo pjesa. Por gjithmonë duhet pasur parasysh të duke